Mirë, jemi rikthyer në vim, do të flasim për një aksion të zhvilluar nga AKU që duket se ka prekur mjekun popullor Ylli Merja, por dhe disa bizneset të tjera për cilat do të flas në vim. Fillimisht mjekun e kam në studio. Faleminderit shumë për kohën sot. Mirëdita. Ishte kënaqësi dhe detyrim që unë të vija këtu. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Rudina Muça, gazetare në Top Channel. Faleminderit shumë për kohën, edhe do na bësh pak një sqarim për këto aksionet e AKU-s së fundit. Granit Sokolaj, faleminderit shumë që je me mua. Nësi, faleminderit për ftesën. Ta nisim me Yllin? Ylli ndoshta të na sqaroj pak se çfarë ndodhi, e pash kudo, mjeku popullor i konfiskohet, gjithçka, çfarë ndodhi? Atëherë, ne kemi një aktivitet prej rreth të ligjëruar, të licencuar që nga 2008, duket 18 vjet aftësisht, dhe nuk kemi pat ndonjëherë asnjë përplasje me gjitha instancat shtetërore. Tash para 2-3 ditësh bëhet një kontroll nga AKU-ja, ku ne punonim gati me të njëjtat kritere, si të thuash, duke mbajtur në sistem të vazhdueshëm fermerin që na mblidh e bimet mjekësore, duke i blerë, duke bërë pagesat në dorë ose me bank, duke i vendosur, pra tashin le të vemi tek kushtet tona të prodhimit të këtyre produkteve, le t'i quajmë suplemente ushqimore, se janë çajra, janë kështu. Atëherë, hyn nga një derë e përcaktuar dhe që njihet, vazhdon produkti të pastrohet, të seleksionohet dhe futet në një dhomë, nga dhoma A ku pastrohet dhe seleksionohet, në dhomën B, ku ambalazhohen me qindra thas dhe në krye të tyre vendoset etiketa. Po në këtë fazën që është këtu të këto pamjet filmike, nuk duhet t'i ketë këto? Pra, prit njerë, ne jemi në një depo tjetër, ku është e freskët, është e errët, pa ndriçime kështu me radhë. Dhe tash do të kalojmë nga ky magazinim tek dhoma B, po ta quajmë, do të kalojmë tek një dhomë C, ku do të marrim nga B-ja disa produkte. Për shembull, ne do të prodhojmë, le ta quajmë, një receptur për çajin e mykut ose të kolitit. Çfarë don kjo receptur është e përcaktuar, etiketa është e notifikuar, dhe merren bimet. Pra ti thua duhet analizuar fillimisht, pastaj ti vëm këto etiketat edhe... Jo, ja pra 1 minutë, unë duket e... Po, në këtë fazën që jemi të pamjet këtu, duhet apo s'duhet etiket? Këtë po pyes. Pra, këtu tashti ne jemi tek një dhomë tjetër që ka vetëm produkte të miksuara, asnjë gjë tjetër. Çfarë mungon këtu që e kanë bllokuar? Atëherë, këtu mund t'i vendosej një etiket me letër, po këtu nuk jemi në fazën përfundimtare. Për nxjerrjen në treg, po thua. Nuk jemi absolutisht, jemi larg tregut. Që të kaloj në treg ky produkt, duhet të na kaloj në këto faza. Pse ta bllokuan? Unë nuk e di pse. Ndoshta ata duan një etiket, le ta quajmë, në gjysmën e fazës së prodhimit. Ta kanë kërkuar më përpara? Asnjëherë. Thjesht ka qenë kjo. Ne të kemi gjurmueshmërinë, që jemi nga vjelja, kush e ka sjell këtë bim këtu, dhe kalojmë tashin nga produkti i më vetësuar, që është, le ta quajmë, bari maesillit, lulja e bishtamithit, lvorja e lidhit dhe kështu. Çfarë të thanë? Hiç, ajo ishte kështu e befasishme, shkuan tek ajo, trokitën. A mundem një ndërhyrje? A kemi origjinë të këtij produkti ne, zoti Ylli? Pa diskutim që ka. Domethënë, në momentin që e blini këtë produkt, e blini tek fermerët shqiptar? Te fermerët shqiptar sjellim edhe nga jashtë. Po. Bëhet çdo garnimi, është i regjistruar pa diskutim. Po. Dhe kur e blen tek fermerët e shqiptar, ky është një produkt i kultivuar apo është një produkt në gjendje të egra? Në përgjithësinë operoj me bim të egra të madhe. Të egra, që domethënë 20% le të themi. Dhe problemi është Sidorela që fermerët shqiptar ose këta që mbledhin bimet e egra, këta nuk janë të formalizuar. I mbledhin siç ndodh me bronicën e Tropojës për shembull, që fermerët e mbledhin ose banorët e zonave e mbledhin dhe e shesin më pas, nuk ka një etiket. Besoj se edhe tek njerëzit e tjerë që e merrni ju nuk keni një etiket, më pas i bëni etiketimin. Nga ata ne nuk marrim asnjë lloj etikete. Ne do të marrim niptin e tij, do ta bëjmë hyrje tek magazina jon, te objekti, do të pastrohet thash tek dhoma A dhe ambalazhohen ose stivosen në dhomën B. Këtu nuk është kjo. Granitin për aksionin?
Atëherë, me sa kam parë pamjet njoftimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe me sa po dëgjoj aktualisht, çështja nuk është fare në lidhje me origjinën e produktit. Nëse ju kujtohen aksionet e her pas hershme për aflatoksinën, në misër, për kafshë që reflektohet në fund në qumësht, e njëjta situatë është edhe me këto produkte. Sepse e para janë në disa thasë që janë me përmbajtje plastike, të cilat vetvetiu do të krijojnë lagështinë brenda dhe lagështia të krijon mykotoksina që kthehet në aflatoksinë dhe që reflektohet më pas në produktin fundor që e marrin qytetarët. Zoti Meria tha që prej vitit 2008, pra operojnë e tjera. Kur ka qenë kontrolli i fundit i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe çfarë kanë kontrolluar, sepse këtu nuk bëhet fjalë për se nga ka ardhur bima. Nuk i ka kërkuar dokument origjine, me sa kam informacion. Pra, kur ka qenë kontrolli i fundit i AKU-s dhe për 2025 ndoshta. Për çfarë? Për çfarë? Se unë nuk besoj që ka qenë me Ylli Merian, ka qenë me problemin në fjalë, magazinën në Shkodër, ku sipas njoftimit gjithmonë se nuk e di ku. Absolutisht jo. Pra unë jam gati sot. Jo, kur ke bërë mirë, para se të... Pra kontrolli është bërë në ndoshta një vit më parë, 11-12 muaj për të më nxjerrë mua një produkt final të sigurt, ti duhet të ofrosh, kur them ti, më falë që po drejtohem me ti, po ti si subjekt në kuptimin, duhet të më ofrosh sigurinë të gjithë zinxhirin. Edhe që nga fermeri që e mbledh, ku është kultivuar, apo ku ka mbirë i egër, se mund ketë mbirë i egër dhe rrëz një kanali ujë është zeza. 800 metra mbi nivel të detit e sipër. Ishte shembull, dakord se këtë bimbi decinale. Asnjëherë më afër se 600 metra larg autostradë. Unë nuk e kam konkretisht me ty, por si prodhues ti dhe si tregtar mua duhet më ofrosh si konsumator sigurinë në gjithë zinxhirin. Siguria në këtë rast është çaluar, është cënuar për shkak të aflatoksinave të mundshme, pra myqeve. Nëse ka alfatoksin. E para, e dyta, kur ke bërë ti një analizë produktit, sepse ti i detyruar ligjërisht, më ofrosh mua një produkt sigur dhe ti bësh analizë autokontrollit. Kur ja ke bërë dhe për çfarë ke analizuar. Atëherë. Paktën për aflatoksin. Ne do të shkojmë tek analiza e produktit për shembull. Le të marrim për një çaj. Jo, mos merr shembull gjëre gjatë, lutem, për përgjigju drejt për drejt pyetjeve. E para, kur ke bërë për herë fundit analizat. Pra, e para është bërë në një universitet në Amerikë, ku ne do të kompozonim recetën fillestare dhe do të shkonim... Për standardet amerikane. Për standardet amerikane. Për ne këtu në Shqipëri. Prit njerë, për standardin amerikan dhe europian. Mandej... Amerika ka tjera standarde në disa tregues ndryshe nga BE-ja dhe ne. Po që unë registrojmë të FDA-ja, duhet të kem produkt të kontrolluar dhe të analizuar. Kjo mykotoksinë, alfatoksin janë zero tek mua. Me gjithë respektin për ju, nga sa jo vetëm nga larg dhe nga ekranet, ai produkt nga ta thas plastik nuk ofron siguri për Shqipërinë, imagjino për fotball. Se është në thas. Po ta Qëllimi, shikosh, njoftimi i AKU-s ka qenë për çështje për gjumërshmërinë, ja pra ta lexojmë tani. Atëherë, mbi këto gjetje trupa inspektuese mori masën. AKU-ja s'ka për gjumërshmërinë, se AKU-ja di që çdo bimë medicinale që mbledhet mal nuk ka gjumërshmëri, nuk ka as fatura, as letra, as gjë. E mbledh fermeri, po themi mal dalë. Duket se flisni gabim në këtë pikë. Ka fatura, ka numër nipti, kudo, Don Cooks, të t'jap emrat. Atëherë, a ke pas fatura për këtë produkt të magazinuar dhe gjumërshmërinë? Edhe njëherë. Këtu nuk jemi tek një çaj, le të themi çaj mali, te një çaj murrizi, te një bish qershie. Ato janë në një depo tjetër, po brenda kësaj magazine, që janë pastruar, janë rregulluar dhe janë vendosur. Këtu çfarë kemi? Çfarë produkti? Këtu kemi një produkt që është sa ka filluar të përpunohet. Po çfarë është, çfarë produkti, çfarë dhe çaj? Janë marrë, e pra pikërisht pra kjo është, do të vemi tek raftet, unë do të marrë lule bishtamithi, do të marrë barma e sili, do të marrim lule basani, e tjera. Dhe do të përgatitim një çaj. Do të kalojmë në grirje. Po, kemi mix pra. Pra, është mix, ai është grir, është pastruar, është grir, janë heq këto tymra pluhura dhe do të kaloj në raft aty. Pas kësaj, ky do të kaloj në një furrë tharse, që është aty, që të hiqet lagështira dhe afërsisht të jemi deri tek 10-11%. Dhe të gjitha këto bimë janë analizuar maksimumi një vit më parë. Njoftimi AKU, siç bën rregullisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka shumë probleme me mënyrën se si komunikojnë rrezik, absolutisht. Nëse Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka qenë 2025, në 2024, në 2023 dhe ka qenë në të njëjtat kushte, sigurisht ka qenë një cilësi
skandaloze e inspektimit të AKU-s për të na ofruar produkt të sigurt merja dhe çdo merje tjetër që tregton dhe prodhon dhe tregton në këtë vend. Po nuk ka qenë kontrolli skandaloz, sepse cilësia e kontrollit, cilësia e inspektimit të AKU-s gjithmonë. Nuk mund të them skandaloze. Unë them sepse produkt në cilësi të tillë, në kohë dhe lagështirash, tani kanë përfunduar lagështira në Shqipëri, në thes plasmase që na vjen një çaj ose një produkt edhe mjekësor apo medicinal. Pra ti thua sido që tjetë është për të ndaluar. Është për mos u tregtuar. Tani unë konkretisht nuk kam qenë në inspektim, por në thas plasmase, një produkt që unë dhe ju edhe fëmijët tanë mund ta marrim qoftë çaj, qoftë suplemente që prodhon, përpunon dhe tregton zoti Merja, duhet të ketë disa kushte në të gjithë zinxhirin që të plotësohen. E ritheksoj ubonami me aflatoksinen pse na vjen në qumbë. Po, Rudina thotë që edhe arsyeja të cilën ata kanë dhënë për ndalimin e këtij produkti nuk është kjo që ju thoni që do ishte shumë mirë që të ishte kështu, thotë Rudina, po sepse prandaj thashë që cilësia e inspektimit ka qenë skandaloze. Edhe inspektimit po si ka qenë skandaloze kur ai më ka thënë, më jep ku e ke bler këtë produkt? Po. Më jep analizën e produktit. Ja ke dhënë. Patjetër. Patër pse kanë ka marrë mbi të gjitha, ka mbyllur sy, tak, ka marrë mostra, i ka analizuar në vetë. Ju jeni dakord që nuk i kanë publikuar akoma. I kanë sjell analizat e produktit të ju. Patjetër po. Edhe kur kanë ardhur të huajt dhe kanë marrë mostra tek firma të ndryshme, produktet tona kanë dalë ndër më të mira. Unë po them në këtë rast, në këtë aksion. Nuk kanë gjë me produktin tuaj, nuk po e vën dyshim. Absolutisht. Po ato kushte të cilat unë i shoh vërtet nuk kanë lidhje me sigurinë ushqimore, e mbi gjitha po e lidh vetëm me mykotoksinat, asgjë tjetër. Aty s'ka zero. Nuk e di. Nesër të vemi, ta analizojmë. Ju dhanë ju rezultatin e këtyre analizave që u bën. Nuk kanë marrë ata s'kanë bërë asnjë kampion. S'kanë marrë kampion, edhe kjo edhe më skandaloze, unë do ta thoja që ata duhet kishin marrë kampion për analiza. Atëherë. Po si u bë aksioni, ç'a ndodhi? Hyn atje dhe thjesht vetëm i pan këto çfarë janë, pse janë pa etiketa, shikoj thash. Unë nuk shkova në fakt se isha diku. Po. Atëherë, shkuar me punonjësit aty, thanë çfarë çajrash janë këto. Dhe ato i tregojnë, janë të para përgatitura, njëra është për mykur, njëra është për prostatën. Okej, morëm vesh, po. Atëherë, pse janë pa etiketën përkatëse? Thotë ne dhe të drejtën ishte kështu, domethënë, sa shkuan këto i mblodhën thasët, siç kishin dhe i vunë në raft, pa menduar se do peshoheshin e të gjitha kështu. Pra, nëse ne do ta shikojmë këtë si proces pune, ky është akoma në gjysmën e rrugës së tij. Pavarësisht se në çfarë ambalazhi. Gjysmë apo pa gjysmë, çdo hap i rrugës tij duhet jetë i sigurt, që të jemi po nuk diskutojmë, jemi si në këtë katin këtu, që s'ka një pikë lagështire në të gjithë sipërfaqen 3-400 metra katror. Mirë, pra, i thot me të drejtë këtu nuk ka lidhje ka, po s'ka lagështira. Ai thot që rrezikohet nëse rrin ato lloj forme matras, kjo është gjë tjetër, pastaj çështje tjetër. Shiko, ai fermeri që ta shet ky produkt është e sigurt që do mundohet në çdo moment të ta fusë në thonjza, që të shesi diçka të patharë mirë, që të peshojnë më shumë. 20% lagështire. 20% lagështire, dhe unë do ta kaloj te furra, e kaloj në furrë. Ti e kalon, po mbasi ka ndenjur aty, në thas. Absolutisht jo. Ose e ke futur pranë thas, plastik, mas furrës e ke futur thas plastik. Nëse unë nuk i në procese teknologjike tuaja, po flas pa lidhje ndoshta. Por rasti konkret, vërtet e lidh me rreziqet sigurisë ushqimore. Dhe në këtë rast, se ne fatkeqësisht kemi një autoritet të sigurisë ushqimore në gjendje të mjerueshme. Ka qenë dhe është. Sepse ata duhet kishin marrë mostra, duhet kishin dalë raport analiza, deri tani informacioni... E di si është dje e tyre shkon deri tek gjumërshmëria dhe etiketimi. Pra nuk shkon as te lagështira, as te mykotoksinat, as te analizimi. Por, me qenë se ka ndodhur kjo, ata duhet marrin një tjetër aksion për gjithë çajrat që prodhohen dhe përpunohen në Shqipëri. Edhe ata që ne i marrim pustim. Pse mendon që ju ndodhi kjo? Kishin ndonjë indicie, ndonjë informacion? Ata thoshin nga një indicie, njoftimi thot nga një indicie. Pra mund të jetë denoncim, mund të jetë çështje konkurrence. Është dikush që mund të ketë çuar një qytetar që ka çuar një ankesë për subjektin merje. Atëherë, mirë, le ta marrim kështu. Unë mendoj që mund të jetë çështje konkurrence, se qytetari nuk e di se si vjen çaji në tavolinë ose produkte, se ne po themi çaj, po gjithë produktet që unë jam gati ta marr ta hap çajin, çdo lloj produkti, nuk ka diskutim që është ndër më të mirat. Mykotoksinat nuk shihen vetëm me sy, që themi çaj. Produkti analizuar në laborator. Çfarë masash ke marrë? I kundërvën AKU-s me një padi, me një çështje në gjykata administrative se kanë bllokuar sa kuintale apo ton? 4.000 ton. Jo, 4 ton. 4 ton. 4.000 kile. 4.000 kilogram. Pra, unë do ta ndjek këtë si problem.
Si do ta ndjekësh? Ja si do ta ndjek. E para, unë do marr mostra nga këto dhe do t'i çoj në laborator të akredituar. Në qoftë se, pra e para njëherë unë do të bëj ankesën që unë ta kap kohën. E dyta, do marr mostra të ndryshme, por jo unë si ylli. Unë do marr atë përfaqësuesin e laboratorit, do i them hajde çik këtu. Do marr çik këtë, do ta filmoj si proces. Merret do ma shikosh për alfatoksin, për gjithçka. Prit se janë ka qenë e premte, e shtunë, e diel, sot janë pushim, nesër fillon puna. Mund të marrë edhe një të akuz, ti them zotni, hajde një që këtu? Po. Si e lidhur me asnjë deri tani? Ja, AKU-ja nuk e bën, nuk e ofron si shërbim për të tretet, çështjen e mostrimit. E paguaj unë këtë si shërbim? Ja, nuk e ofron AKU-ja si shërbim, pavarësisht se mund ta paguash për të tretet procedurën e marrjes mostrës. E kam kërkuar unë shumë herë, por nuk e bëjnë. Dhe në qoftë se në një nga këto do të dali, në një nga këto do të dali, burrërisht, unë këtu në studio do ta paguaj emisionin dhe biznesi im do të mbyllet. Jo, mos e bësh të deklaratë, sepse aty vërtet mund të dali qoftë edhe nga e premtja kur ka qenë AKU-ja deri tani. Sepse temperaturat ndryshojnë, mbjesi, dreka, darka, thesi, plasmasit, dhe situata ndryshon nga dita në ditë, sidomos me myqet. Këtë deklaratë mos e bëj se është edhe regjistruar, pastaj e gjejmë YouTube. Por, unë e bëj sepse unë nuk mendoj që atë çfarë ti mund ta kesh bërë ke bërë me qëllim. Çfarëdo që të ketë ndodhur. Absolutisht. Por institucioni që garanton sigurinë ushqimore, më fal të lutem, duhet t'japi një informacion të detajuar se çfarë ka ndodhur, se vetëm mungesa e gjurmëshmërisë mund të mos jetë. Edhe nëse është një çaj korabi, le të jetë korabi edhe pa gjurmëshmëri në rastin të keqe, pavarësisht se është e palejueshme. Por gjoba nuk është zgjidhje, gjoba është janë disa aksione që ka zhvilluar AKU-ja gjatë javëve të fundit. Një koment për to. Atëherë, rast tjetër i fundit, në fakt, i AKU-s në lidhje me një baxho në Shkodër është edhe më skandaloz. Ky nuk është skandaloz, ai është skandaloz, çesharak është mënyra se si e kanë komunikuar dhe çfarë kanë komunikuar. Risku është vërtet skandaloz dhe shumë serioz. Nuk është përmendur në asnjë vend që arsyet e bllokimit të gjathit nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit lidhen me brucelozën. Qumshti, se prandaj ka shkuar... Ka qenë me brucelozë? Po, ka qenë me brucelozë kafshë. Kjo është akoma më skandaloze. Kjo është më skandaloze. Do gjithë fatra e brucelozës sepse risku dhe vazhdon të jetë prezent. Është rritur numri i kontrolleve të AKU-s? Apo? Ja, ato janë me plan monitorimi. Atëherë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve në bazë të monitorimit punës ose me një sinjalizim nga fermerët vetë kur ju smurën kafshët, ka shkuar në Lezhë dhe ka gjetur një fermë lopësh në mos gaboj që ishte e infektuar me brucelozë. Ishte fermë lopësh për prodhim qumshti, jo për mbashtim mishe, pra për mish. Dhe duke pyetur se ku ke shitur qumshtin që ndjekin gjurmëshmërinë, ka thonë që e merr një X baxho, se a di emrin, tani rrjetet në webin zyrtar të AKU-s është me emër, jo për të fshehur, po e kanë publikuar në AKU, në emrin e baxhës të subjektit, kanë shkuar tek prodhuesi pra i gjathit. Te vendi ku është? Te vendi dhe kanë bllokuar 7 tonë në mos gaboj e ca. Tani shumë mirë që e kanë bllokuar. Ne kemi problem. Sigurisht ata kishin punuar pa fatura me deklarim. Dhe AKU nuk thotë që është vjen nga një për shkak të qumshtit që vjen nga një fermë me brucelozë. Bruceloza është smundje zoonotike që transmetohet nga kafsha te njeriu. Sokol, se nuk duhet ndalem tek një rast specifik, sa duhet ndalem tek një gjë më e gjerë se sa aq. Kanë probleme me momentin kur bëjnë inspektimin, s'din të bëjnë inspektimet, i bëjnë gabim, i bëjnë keq, i bëjnë me qëllim keq, këtë më shpjego. Atëherë, cilësia e inspektimeve të AKU-s ka pasur gjithmonë probleme, por jo gjithmonë nga padia, ka pasur edhe nga qëllimi, nga subjekti ku shkojnë, nga arsye. Në rastin e baxhos, thot për shkak të mungesës së kusheve ta mbaroj Graniti, se po e pyes pak më në përgjithësi. Pra, këto janë specifike për raste, pra unë i shkoj yllit apo i shkoj gjithë personave që kanë të njëjtën gjë si ylli. Ylli ka qenë me indicio me denoncim. Baxho nuk ka qenë me denoncim, ka qenë ndjekje gjurmëshmërie dhe kjo është për të përshëndetur. Komunikimi që ne na bëhet i riskut, ne si konsumator, dhe ata s'kanë marrë mostra për analizë, AKU-ja. AKU-ja nuk ka ndjekur gjurmëshmërinë se ku ka shkuar gjathi i baxhos. Kanë bllokuar 7 tonë aty, po 1, 2, 3 që mund të jetë shit gjatë kësaj periudhe, ku ka shkuar? Nuk kanë bërë një komunikim që ne i duhet të më shumë janë selektive kontrollet apo janë... Jo, nuk besoj se janë selektive. Kontrollet kryesisht bëhen përveç rasteve kur janë me denoncim, me indicio, si te zotëria në fjalë, por edhe rasti konkret. Për higjienës pas ka qenë kjo tek baxho në fjalë. Po, komunikimi është ashtu. Atëherë, kjo është akoma më skandaloze. Sepse ajo baxho ka punuar edhe sot. Një vatër që ka brucelozë, që është një smundje tepër e rrezikshme.
Se nuk e thonë të vërtetën. Nuk e thonë të vërtetën. Pra ti më thua mo higjieno-sanitar, ndërkohë në aty shikoj ca pllaka që janë të lara. Edhe ne duken shumë pastra inoksi. Ti fshet të vërtetën këtu. Ndërkohë që për yllin ti mund të analizosh për aflatoksinën, për mykotoksinën, ti thua që mungon vetëm gjumërshmëria. Pra, dhe AKU-ja, nëse do të rrisi ndërgjegjësimin e sigurisë ushqimore. Po në të dyja rastet thoni, pak a shumë ju, nuk është se i mungon e drejta për t'i ndaluar. Fakti është që nuk bën njoftimin e nevojshëm se cila është problematika e vërtet se i ka ndaluar. Kuptoj? Të mos bllokoj qumësh që vlen djallë që vjen nga qumësh nga fermë brucelozë. Jo, kam qartë, e kuptova logjikën tuaj. Po ndodhe edhe kjo. Ylli, more, po, kur merren me kushte higjieno-sanitare për baxhën, e cila ka punuar deri dje, ka funksionuar ndër vite dhe nuk duket edhe aq keq për te që mund të ketë problematika kur hyn aty sheh me sy. Dakor, të përmend mungesën e gjurmëshmërisë, pavarësisht ata e kanë gjetur sepse ferma i ka thonë që ja kam shit baxhës X qumshtin, pra ferma e smur, dhe ata nuk bëjnë një komunikim tjetër risku, që ta komunikojnë që është nga fermë e smur me brucelozë, dhe ku ka shkuar gjathi ndërkohë, para 2 ditëve, para jave, para 2 javësh, kush e ka marrë, në çfarë dyqanesh është, duhet ta tërheqin. Dhe kjo është detyrë ligjore e AKU-s, nuk do ta bëjnë ata në bazë vullnetit të tyre. Ndërmorën një masë ndëshkimore ndaj jush, gjop më duket? Po një gjop dhe bllokimin e mallit. 2 gjoba. 2, po nëse më 3 plus 1 bëjnë 4 milion total. Kështu ishte mos gaboj? 3 milion total. 3 milion. 4 ishte baxha. Po ka hallin e mallit më shumë se sa hallin e... Sa është vlera e produktit të bllokuar? Po nuk ka rëndësi. Unë kam një cip, një faqe, një dinjitet që kur nuk abuzoj me këtë. Ata thasët ndoshta janë ripërdorur 2 herë ose 3, po 2 herë. Këtë unë e korrigjoj me një herë në mënyrë automatike, pa diskutim, dhe unë atë produkt do të ambroj në këtë mënyrë. Do marrë mostra pa diskutim, do t'i regjistrojnë video, do t'i qoj për analiza, ne kemi bërë para pak kohë. Të qoj analiza në një privat, sa AKU-ja tha Sokoli nuk e bërë? Jo, në privat. Ka, ne kemi 2 laboratore të akredituar me Novalin dhe me një tjetër, që rëndësi ka. Ne punoj me ta, bëjmë analizën e vajit ullirit, tjetrën e merale. Do shkosh atje, do bësh këto kontrole? Do bëj këto kontrole dhe do t'i them ja analizat e produktit. Por le të marrë një fakt shumë të thjesht. I qoj një qytetari në Gjermani një paket me çajra. Në mes të rrugës në Gjermani e ka policia dhe i thot, mi jep këto mostrat për analizë. Dhe i thot, ti do të paguash, te pyetja, i sa kushtojnë këto analiza, kushtojnë kaq euro. I thon shoferi, do na paguash këto paret dhe nëse analizat dalin të rregullta, ju do t'ju kthejnë paret në numrin e llogarisë. Për 3 ditë i bie mesazhi, zotëri, keni në numrin e llogarisë ju janë rikthyer lekët. Çfarë tregonte kjo? Që absolutisht ishte gjithçka brenda kritereve të BE-s. Dakor, nuk e vurin dyshim as granitin as në moment, as kurdina. Ideja si duhet qasja e dhe kur e she në panë. Pra ishin gjithë cilësitë mirë inspektimin nga AKU, do ta kishin këshilluar se e kanë edhe këtë detyrim, ta kishin këshilluar zotrin, subjektin kush do të jetë, që ti thuash, në këtë thas nuk mund të mbash produkt bimor të paketuar. Më përpara tani mund t'ja kenë thonë. Po mund t'ja kenë thënë. Janë thënë këtë? Nuk jam të thashur, nuk isha, po më përpara për plekimik. Ndoshta mund t'ja kenë thënë personave të tjerë që jo, këto nuk janë me plekimik, janë të bive, jo, i shikoj janë ballot. I shot janë që janë të gjera, nuk janë ata plekë. Të gjera fiks për ata duhet të bëjnë këshillimin, ku ti nuk ku të çalon problemi, para se ta lënë gjendën që shkojnë të bllokojnë. Sa vetat kanë marrë telefon të pyesin nga këta klientët e tu? Po midis shumë të tjerëve edhe disa artistë shumë të vjetër të moshuar që më kanë marrë me vërtet duke qarë. Ylli, ty nuk duhet të të ndodhin këto gjëra. Pra, unë nuk e lejoj në veten time këtë gjë. Po. Ato janë përdorur vetëm 2 herë si ballo. Gjithsesi ato nuk duhen përdorur fare, nëse do ishin disa inspektorë po, tjerë. Po, sot për sot, ky ambalazh është ka përshtypjen unë po tisha ju biznesmenët në tërësi, jo ju konkretisht, po në tërësi ju biznesmenët keni manin që të fitoni sa më shumë dhe të investoni sa më pak. Dhe referuar kësaj, tek mua nuk qëndron. Edhe, po qëndron te kjo magazin, sepse mund të kishe bërë shumë mirë disa rafte me rrjet dhe bimët lihen të hapura sipas llojit vet kategorisë dhe të jenë gjithkohën të ajrosura.
Kjo mund të shtishthe, por thash, ju dhimë se në parat për t'investuar. Absolutisht jo. Sa detaje janë rëndësishme për sigurisht. Në një moment ti ke dritë që vjen nga larg, aty mund të hyj. Jo, dritë. S'ka dritë aty. Kontrollet e AKU-s edhe në Baxhën në Shkodër po thoshit, po edhe kudo, se po i shoh të shpërndar në Shqipëri, ti thua bëjnë inspektimin siç duhet. Jo, nuk bën cilësore. Unë e thash që nuk mendoj që janë me qëllim të disa dhe disa tjerë tolerohen. Cilësia pastaj brenda, okay, han diskutim. Ju thatë që i shikoni në teren, unë nuk është se po i shikoj ashtë në teren. Jo, po shoh këto njoftimet që vinë kështu ore Njoftimet janë kështu, minut, po, janë takime bilaterale, të bukura, foto artistike shumë të mira. Hapni faqen zyrtare të AKU-s, sa njoftime për probleme produkte. Me rëndësi që të mos jenë selektiv, këtë do doja shumë. Pastaj pjesa tjetër. Faleminderit shumë, Granit, Rudina, faleminderit. Ylli, uroj ta zgjidhësh. Shumë shpejt. Shumë shpejt, mirë. Ta shohim, uroj shumë që ta zgjidhësh. Do të kem analizat. Dhe po pa më thas Graniti, te ti do vish prapë këtu. Sinqerisht do thoja e përmenda pak. Do ishte një thirrje për autoritetin në këtë rast të AKU-n që të marrë një aksion për të gjitha bimët medicinale dhe prodhuesit e çajrave në Shqipëri. Çajrat me bustin. Ne nuk dim çfarë kur janë analizuar për herë të fundit për aflatoksin. Nga AKU-ja. Po çajrat, data e skadencës, data e plot të tjera. Publicitet, kthehemi pas pak, do të flasim tani njerëzit po shkojnë deri në hënë, po fotografojnë tokën e tjerë më radh po zgjidhim dot problemet e thasë, do të zgjidhim patjetër pas pak për nasën, po.